Edicioni i dytë i koncertit e ambledhuni këtu folklori shqiptar në Modena në Itali. Teatri Citadela në Modena do të jetë mikpritësi edicionit të dytë të koncertit e ambledhuni këtu, një ngjarje kulturore që synon të bëjë bashkë komunitetin shqiptar në Itali përmes muzikës dhe aktiviteteve të trashëgimisë shpirtërore. Aktiviteti do zhvillohet për herën e dytë radhazi nga shoqata Albanian Folk Modena me presidenten e saj Monika Bajkolli më 31 marr në orën 16. Vlera kryesore e këtij edicioni qëndronte bashkëpunimi i gjerë institucional dhe artistik ku dallohet përfshirja e fëmijëve në shkollën Skënderbeg në Parma. Programi koreografik dhe muzikor do të pasurohet me performancat e trupeve të njohura në rajon, grupet e vallëve Shqiponja, Shtozovallet dhe ansambli i qendrës kulturore Margarita Xhepa, si dhe të artistëve Anton Meditori, Bejushe Barjamaj, Gjon Lyshi, Mariana Daci, Monika Bekolli, Gloria Gjomaqi, Arjan Muka, Diego Biteto dhe Gëzim Pepa.